Në ulëset e siguruara për komunitetin sërb nuk do t'ulen vetëm anëtarët e listës sërbe. Partia më e madhe sërbëve në Kosovë, në bazë të rezultateve të deritanishme, ka marrë 9 ulëse, teksa vendi i mbetur i takon një partije tjetër sërbe, asaj të Nenad Rashiqit. Me që obligimin kushtetues është që pushteti të ketë një ministër sërb për pozëve të vendosjes, sipas analistëve, edhe nëse qeverinë e re formon opozita, lista sërbe nuk do t'jetë pjesë e saj. Lista serbe s'do je pjesë e qeverisë së Kosovës dhe askush tjetër nuk e do po ashtu. As opozita kosovare nuk e do listën serbe në qeveri, sepse papritur për opinionin publik në Kosovë, lista serbe është bërë shumë jo e populluar. Pra edhe nëse opozita do e formonte qeverinë, do ta merrte Rashiqin. Sipas analistit serb Ognjen Gogić, lista sërbe dukshëm e ka humbur mbështetjen e serbëve në Kosovë. Duhet pranuar që në mesin e serbëve në Kosovë, ka pak kënaqësi sa i përket listës serbe dhe po të mos vinin serbët nga Serbia për të votuar, ajo do ta humbiste edhe më shumë mandate. E kur bëhet fjalë për serbët që jetojnë në Kosovë, ata në masë më të madhe ndëshkuan listën serbe, por kjo s'është e habitshme me që vetë partia nuk e di çfarë do. Por nëse u duhet për ndonjë kalkulim politik, analisti Jeton Halimi thotë se zor që lista sërbe të mbetet jashtë. Nëse veç dënë Zoti Kurti me çdo kusht me eliminu listën sërbe, atëherë aty në matematikat e atyre dhe mundet me mbulu me Rashiqin, po edhe mënyrë hipotetike mund të jetë nëse hin PDK në qeveri mund të jetë lista sërbe. Ndonë se mandatët i fitoj, udhëhecit e kësaj partije ndë nuk janë deklaruar nëse do të marrin pjesë në seanca apo do të vazhdojnë ta bojkotojnë atë.